Përshëndetje miq të dashur, ju përshëndet Dangeli nga Diaspora Flet. Shkojnë në radhës, Milem Zeka miq. Sepse shumë ka pështjellë me Shehollin, shpionin Sheholli, edhe sot i ka ndalë do të dhona në televizion, e pas ka frika, e pas ka unë një farë deklarate, e shkojnë të dëgjojmë miq, të diskutojmë së bashku, e lutem. Që Fatmir Sheholli dikur e kanë zgjerrë nga dokumentet, ka punu për shërbimin informativ të Kosovës, edhe të katëri veselit, por Fatmir Sheholli ka punu edhe për AKI-n, shërbimin informativ kombëtar të Kosovës. Ama mirë një se kuptoj, këta tonë pas kanë ditë që Sheholli pas ka qenë shpion, edhe pas kanë pranu edhe në AKI. Ta s'pe kuptojmë që. Po shkuna të kynë që ka thot Milaimi. Në që se den Albin Kurti, e njerëzit Albin Kurti, edhe thojnë me dokumenta. Nuk janë njerëzit Albin Kurtit, o ignorant. Janë njerëzit e shtetit. Jo të Albin Kurtit. Nuk është ajo kompani, apo fabrikë që prodhon diçka. Shkojnë me që? Që Fatmir Sheholli ka morë 600.000 euro nga AKI-ja e Kosovës. Atëre, a da kalzone vloneve për kanë ka punu Fatmir Sheholli? A ka punu për shërbimin sekret Kosovës, atë Sërbis? Jo të Sërbis, që po të kalzone. Me që se sot e tregu në televizion, që për Sërbin, po që po të tregu edhe që për Sërbin, sepse bati hava se kanë si në burg. Më që ta që ki realin të Milem Zeka. Se që ashtë të po të gatuhet. Se i ke marrë pare, si mas televizionit, pas ke marrë pare, për me publikue shkrimet e këtina, mashtrimet. Kjo është bashkëpunim, Milem Zeka, ti di shumë mirë. Shkojnë miq? Krejt këto budallaki balkanike, krejt këto marrina, krejt këto fleksi, i shiten një qytetari që ka nivelin politik, kulturor, intelektual e njerëzor borazim me një lopë. Sepse nuk... Qëre mi që dashër, neve si popull, po nga barazon krahës me një lopë. Do me thonë, ne nuk dim sen, veç ky po dika. Ta Milem Zeka, ne s'kemi thonë që kemi me hongër bagël, se lopë, po ti ke thonë, ka me hongër bagël. Se më përshilë dhe goja. Ti ke thonë se vitën Albin Kurtin ka me hongër bagla. Si po të lem ftyra o ignorant, mi quj kështu një popull. Po shkona me që. Se kjo s'ka ftyrë. Këto gjona njerëzve civilizum, njerëzve që din me mendu për vetën e vetë. Prandaj, unë e po thamë edhe njerë që nuk ka ndodhë në historinë e njerëzimit aqë që unë e kumë lexu, që një shpion i përmosave të Fatmir Sheholli, mëse këta e kanë paraqit këte si gogol, që arrestohen. Pse si mas të jesë ka gogol kë? Nuk ka i madhë kë? Kur punon për Sërbin? Nuk ka gogol Fatmir Sheholli të i punu për Udben? O e di që po djeg. Për besë e dim që po djeg, Milem Zeka. Ama s'ki kush kanë asti. Nëse ke ngjyje, por që ke ngjyje, që ato po të komentojnë. Po prit, sabri e ka selametin. Shkojnë në në hotelit, hotel Prishtinës, dhe i cili nuk pa... Sa mire dhe ku ka najt, edhe kur rinë. Që aty në taku këta gjithmonë. Qëre bile me fotografi. Shkojnë miq? Stoj ka një shpion në ora 4-5 mëngjesit në pijame, a du kupton, kur ashtë ty flajt. Dhe unë nuk kam një që një njeri... Ti po do me dhomë, që pse kanë arrestu, aty se kanë arrestu në shpi.
Po zoti, Milajm Zeka, ti po i tregon shtetit kur me arrestu një spion? Apo ku? Ky ka konë shok i joti, ky ka konë shok i Davut Haradinet, ky ka konë shok i Berishës, i Berisha, ky ka qenë shok i shumë këtu, që bëri këtu e kam Haradine me to. Ky patrioti, me shehollë në këtu. Këtë ka net me shpiuna. Beli Albin Kurti pa thonë atina Berishës, dashmini mu Kosovës veç për sërri me shehollën. Edhe keshke, Shkujna me që? Mrena teritorin Gjermanisë, ose të Amerikës, ose të Suedis, në shpion arrestohet duke e involvu shërbimin sekret për shembull CIA amerikane. Shpionat në Amerikë arrestohen nga FBI. CIA amerikane arreston shpiona jashtë teritorit të Amerikës. Pse bre po ranë? Po shpioni arrestohet ku do që është. Kur do që jap një prokuror urdhër, arrestone, a i ka më arrestu. Pa marrë parasysh ku është. Do me thonë, si masteje, po prit ka një shpion që punon Kosovë, për Serbi, me dalë jashtë Kosovë, se dhe me arrestu, sa në Kosovë jo. Apo? Kështu për të koptojene. Qa e ka folve? Ku do në botë? Shpioni që është shpion, arrestohet, a natën, a ditën, a në kafe, a në gjeltore, a në darsëm, a në deka. Më s'ka më fla, më i Milajm Zeka, se ka të ki. Shkojnë me që. Që sa kryia ka me arrestu dekan, e arreston jashtë teritorit të Republikës Kosovës. Qa ka posa kryia mu përzim këtë punë? Unë e këte, kur sot e kësoj dite, nuk e kam kuptu. Por... Mi qa pe kuptoni jo, amoni e kuft. Sos pe kuptoni qa po thët. Pse me arrestu, a ke ija, për qëfar arsye. Fort i ka djegmi qa, e di pasha zoti. E di që fort djegmi Milajm Zeka, po s'ki kush kanë se pa në gjyse ke lonë. E besem pa të apë që kanë me të petë fëtë cikur këtina sta, që pe vunë. Kanë me të petë fëtë si këti që pe vunë. Edhe këti kanë me të fëtë qashtu. Se veç vjeshtet kjo tak, po ka dalë bek se ka ndek, thojnë dhe na. Ka dalë se ti ke marrë, ke dhonë ka 1.000 euro, ti ka dhonë 1.000 euro por me publikue, me gjuhë helëm Kosovë. O ta marroft, zoti ftyrën ta marroft. Hala kinon e pa gjetë dhe oj poshtër. Që ta kanë vrash kjetë. Edhe me dalë ti, me marrë shënime, ka 1.000 euro me peshkive, me peshehollët, për mu shkake, shpioni shkive, shka. Edhe me publiku, për çka për 1.000 euro. E ti dele kritikon Albin Kurtin, tani. Het ta marrof zoti gjenazën ta marrof ti, ja. Po burr, far burri, po burr pis milet. Shkuna miq? Shumë shpejt do të udhet për para gjyqit Fatmer Shehulli, edhe do të tregoj për lidhje e tina me shumë njerëz. Ta e din fare mirë. Njani për tyne vjetë ti. Nishi jetë ti. Tani është Berisha, tani është Davuti, tani Meren. Lutfi Aziri. Me kretë jenë fotografit. Nuk jenë rasisht ta bash. E pse ndalë, pse ka rejnë me ta, ata e dinë, unë nuk e di. Po do japin përgjigje. Gjithë. Unë nuk e kuptoj të deputetin Berisha qysh në orën e 8 Go. të diskutimit ju vini me fjalim të shkruar prej fillimit. Kjo do thotë që nuk është diskutim. Edhe që A peshe një rand, kur e ka ditë Albin Kurti që kjo është shpion. Ti ke ditë se ke punu me to. Kështë të regull është. Po për ta tjertë, go mirë. këto akuza që mi bët mua, unë mund t'ju përgjigjem vetëm një gjë, se keni bërë akuza shumë të rënda. Absolut. Unë mund t'ju përgjigjem vetëm një gjë këtyre akuzave tuaja. Ju mund ta ndihmoni shtetin e Kosovës dhe unë kam një kërkesë për juve. Cila është? Mos e tako
Me Fatmir Shehollin, bashkëpunëtorin e Serbisë. Po të na s'ka prokurori. Vetëm del këtu në foltore edhe thuj nuk takohem me Fatmir Shehollin, kontribut më të madh për Republikën e Kosovës nuk mund t'jem. E për kitë, hala nuk e kom një që dali se Berisha me kërku falje. Me kërku falje Albin Kurtit, kryeministit. Sepse me tregu dikush, moshtrim i stasë që kish pion, e ti me thonë, hu, ka dal bek se ka e lek. Mishtë të dhashër, unë i përshëndes nga diaspora flet, se janë ishe pak më freskue, këtu është Norvegji, e mire pafshëm, në vizët e arshme, i përshëndesme që kalën i mire.